ditën kur ka pësu sulm, ka qenë të komuniku me mu. Është një figurë galaktike. Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Sonte do të transmetojmë pjesën e dytë të dokumentarit Një mendje e bukur, kushtuar Arben Xhaferit. Në këtë dokumentar jemi fokusuar tek aktiviteti i tij politik, lufta e Kosovës, ajo e Maqedonisë së vitit 2001 dhe momentet e fundit të Arben Xhaferit. Kemi bërë përpjekje që në këtë emision t'i kemi edhe kundërshtarët e Arben Xhaferit, por një gjë e tillë ka qenë e pamundur. Sigurisht, tek ne për të vdekurin askush nuk dëshiron të flasë fjalë të këqija. Arben Xhaferi normalisht mund të ketë gabime dhe dobësi, por përgjithsisht ai mbetet një prej mendjeve më të ndritura të historisë shqiptare. Ju ftoj ta ndisni dokumentarin. Shqiptarët janë definitivisht të përcaktuar për paqë. Një e keqja është të shqiptarët, që ne njerëzit i vlerësojmë pasi vdesin. Në Maqedoni duhet ndrohet kushtetuta, ne thonim çka është kjo. Mendoj se në Ballkan pak nga pak po hapet çështja e madhe shqiptare. Ka të ketë që me qenë ndërrimtar. Në bazë kësaj porosie, i ka pësu sulm. Unë do t'ja përshkruaj Arbrin si njeriun engjëllin mbrojtës të gjithë neve. Zotin Xhaferi e kam patur në krah, dhe i them, konsidero që afër teje e ki një vlla më të vogël. Atë i më kujtu se nuk ishin ngellë shumë fjallë pa ja thamë. Ajo mungon shqiptarëve në përgjithësi, por i mungon edhe Ballkanit. Arben Xhaferi ishte goditur nga smundja Parkinsonit në vitin 1992, gjatë pushimeve verore në Shqipëri. Ai kishte shkuar në Vlorë me vajzën e tij, e cila ka po të njëjtin emër me qytetin bregdetar dhe bashkëshortën Violetën. Arbni, siç do të tregonte vite më pas, gjatë shëtitjes Buzdetit, kishte ndjerë fillimisht ftohje, pastaj, pas disa ditësh, kishte ndjerë dhimbje muskulore. Do të kalonte një kohë që ai ta kuptonte se ishte goditur nga lloji më i vështirë i Parkinsonit, lloji i cili shkakton dridhjen e trupit dhe shtangjen e tij.
shkak të profesionit tim si mjek dhe për shkak të problemeve të tia shëndetësore, mund të them që kam qenë konsultanti i tij shëndetësor personal dhe pa mendimin tim ai nuk ndërmerrte asnjë hap për shërimin apo mjekimin e tij. Ka pas një problem serioz në vitet e fundit të jetës, e kishte smundjen e Parkinsonit dhe unë bashkë me te dhe me disa profesor eminent në Shkup e kemi më thanë nëse mund të thuhet e kemi mirë mbajt shëndetin e tij dhe kemi caktuar mjekimin i cili është më i miri për te. Por sëmundja megjithatë do të përparonte. Arbi nuk ka pas jetë as pak lehtë. Ka pas jetën shumë të vështirë për arsye se njerë ka pas presione politike të vazhdueshme, gjatë kohës sa ka qenë aktiv në politikë, sidomos Maqedoni. Mandej ka pas probleme si gjithë tjerët, kemi kaluar nëpër faza të ndryshme ekzistenciale të vështira, nëpër cilat ka kaluar edhe Arbi vetë. Mandej ka pas një kohë gjatë familjen e ka pas jashtë vendit, kështu që jeta e Arbit nuk ka qenë fare e lehtë, por ka qenë shumë e vështirë. Mirë po, gjithmonë e ka me një lloj qetësie të papame e ka përballuar komplet. Ai ka pas një qetësi pothuajse perfekte. Është e pamundur me shpjegu qetësinë e tij. Qetësia e tij vjen si rezultat i dijes dhe urtësisë të cilën e karakterizonte Arbin. Me të vërtetë ka qenë shumë i lehtë me ndet edhe me bashkëbisedu, po në anën tjetër ka qenë shumë i thellë, i mendimtar i thellë. Sëmundja ja ka neutralizuar ndjenjen e të ftohtit dhe të nxehtit. Nuk i ndjen ekstremet e jashtme të natyrës. Ja ka kufizuar gjithashtu sjelljen. Nuk mund të lëviz siç e bënte shtëpinë e Gurit në Hajvali, së bashku me Obor Dhjetari e kishte ndërtuar pothuajse me duart e veta në vitet e 70-ta. Tani është më statik se kur më parë. Nuk mund të shkruaj, nuk mund të ulet në kompjuter e të shprehet në intimitetin e tij. Këtë duhet ta bëj tërthorazi, duke diktuar. Arben Kastrati, aktori i njohur, ishte shoqëruar shumë me Arben Xhaferin viteve të fundit. Normalisht ka qenë lehtë as për te, po as për ne që kemi qenë mes tij. Të përfshi shumë prej nesh që kemi qenë mes tij. Mirë, po nuk e di mënyrën se si e përballonte me atë qetësi, sëmundjen është pa kuptim. Një popull pa institucionet e kësaj natyre e hub efikasitetin dhe motivin për ruajtje të së kaluarës. Ka pas një kutit metalike me të cilët i mbante hapjet, të cilat i pinte çdo 15, maksimumi 20 minuta. Domethënë ishin për arsye se Parkinsoni i fuste në lëvizje muskujt në shpejtësi, dhe ai duhej me pi një hap i cili i ndalte lëvizjet e shpeshtuara. Mandej pinte tjetrën e cila i fut në lëvizje, që do të thonë qetësohesh është shumë, mandej duhesh me fut në lëvizje, edhe tretën mandej prapë me pru në gjendje me një stat normal. Nuk kishte normal, po në krahasim me vibracionet e shpeshta që kishte, duhesh po e quaj normale tretën.
Kështu që çdo 15 deri në 20 minuta maksimum i merrte një hapje. Domethënë, a dini çka domethënë 15-20 minuta ty me marrë diçka, me gëlltit një hap edhe me pritë reakcionin. Edhe mos më anku asnjëherë të vetme. Vështirësitë kanë qenë të mëdha, normalisht, se gjysma e trupit pothuajse nuk i funksiononte mirë, ka pas dridhje të mëdha, dridhje të kokës, e kishte vështirë me lexu, sidomos shkrimin. Madje një kohë ka shkruar përmes personit të dytë, domethënë i ka diktuar, ka shkruar. Në momentin që ti dikton, atëherë humb intimitetin me letërsinë, me letrën, me kompjuterin, kështu që ka qenë shumë e vështirë për të. Me të vërtet ka qenë shumë e vështirë. Mendoj ka qenë e vështirë për mua me e pa, po mundem me paramendu si ka qenë për te, sa e vështirë duhet të qenë për te. Në shoqëritë multietnike ekziston hilja. Populli që është dominant synon të bëj hile. Arben Xhaferi me partinë e tij PDSH ishte pjesë e qeverisë së Ljupço Georgievskit kur filloi lufta e Kosovës, në të cilën ai do të merrte një rol të rëndësishëm. Jo vetëm gjatë krizës së refugjatëve, por edhe për diçka tjetër. Në këtë kohë, liderët kryesor të UÇK-s pa asnjë problem futeshin nga Shqipëria në Maqedoni e prej aty në territorin e Kosovës. Gjithçka dukej se koordinohej mes njerëzve të Xhaferit dhe njerëzve të rëndësishëm të Maqedonisë, të cilët bënin sikur nuk po i shihnin lëvizjet e ushtarëve të UÇK-s. 99% kohës kryetar. Dhe qenë kryetari i partisë. Ne të dy kemi qenë shumë të afërt me njëri tjetrin. E di se ndoshta për shumë gjëra të cilat unë i kam menduar dhe kam vepruar, ai nuk është pajtuar, po mënyrën si ma thonte se nuk pajtohet ishte një mënyrë e përsosur për mos kriju një lëndim, për mos kriju një nxitje të një njeri i ri. Normalisht ka pas edhe kohë kur zotin Xhaferi e sulmoi ajo smundje e cila dhe ja mori jetën. Dhe unë kam patur një përkujdesje të jashtëzakonshme ndaj tij dhe në aspektin njerëzor. Nuk është të tepër, duhet të jem mëse i hapur, një përkujdesje që mund ta ketë çdo fëmijë normal ndaj prindit të vet. Nuk kam pas kurfar keqkuptimesh me te, ka pas shumë momente të rënda dhe të vështira kur unë nuk jam pajtuar me te. Sigurisht në momentet e caktuara kam pas edhe rezerva për disa vendime dhe qëndrime, po përmbyll me këtë. Çado që të flasin njerëzit jashtë këtij raporti mes meje dhe zotit Xhaferi, unë sot e kësaj dite nuk kam zbulu, nuk kam gjetë njeri që i besoj si që kam besuar zotit Xhaferi. Sot jemi duke qëndru në vendin për atë që po mendojmë që ka me qenë Kosova e re. NATO is preparing to go into Kosovo, and we expect NATO to go into Kosovo in the next few days. NATO-ja po përgatitet me hyrje në Kosovë. Mendu Thaçi tregon se një prej situatave më të rënda që kishte kaluar Arben Xhaferi dhe vetë PDSH-ja kishte qenë lufta e Kosovës dhe qindra mijëra refugjat
që po futeshin në Maqedoni, e të cilët jo rrallëherë ishin maltretuar nga policia maqedonase. Zotë Xhaferi ka qenë një njeri me karakter shumë të fuqishëm, me përvojë të madhe edhe në aspektin e trusnive që vishin për shtetit. Se di, ju sigurisht, ndoshta edhe e dini, Zotë Xhaferi ka qenë i burgos në vitit 68 dhe i ka njohtë ato elemente shumë. Një njeri me karakter shumë të fortë, trim i vërtet, si tu të ne trima i qenë ata që bërtasin shumë. Zotë Xhaferi ishte trim për zbërtit ka spak. Një ndër momentet e rënda që më bëj mend që kishte emocionet të papërmbajtshme, ka qenë çështja e kampit në Stenkovec. Refugjatëve që vinin nga Kosova ishte një gjendje shumë e rëndë, të mërshme. Dhe një oficer i lartë i NATO-s dhe një tjetër i shërbimit amerikan, ai ka qenë një ndër momentet e ralla kur unë kam pasur Zotë Xhaferi që doli për takti dhe ju kërcënu atyre se nëse nuk zbrazët ky kamp, tha unë do t'i veshi qizme dhe do të hyjnë atë balt bashk me këta njerëz. Ishte një kërcënim e fuqishëm politik, se figura e Zotit Xhaferi ishte një figurë që mbante stabilitetin e Maqedonisë, atëherë shumë jashtëzakonisht të nevojshëm për aspektin e mundjes me luftë Miloševićit që duhet të bëj NATO-ja dhe UÇK-ja. Arben Xhaferi kishte qenë shumë i afërt me liderët e rinj të UÇK-s, shpesh duke ju dhënë këshilla ose duke ju aranxhuar takime me zyrtar të ndryshëm. Kur Miloševići ishte dorëzuar, Xhaferi ishte futur bashkë me Hashim Thaqin në Kosovë me një helikopter të NATO-s. Ata kishin zbritur në malet të Drenisës në shtabin e përgjithshëm të UÇK-s për të negociuar qarmatosjen e ushtarëve. Pyeteni flamun. Fjordari do të shkoj. Gati, to! Por miqësia e Xhaferit me Hashim Thaqin dhe të tjerët nuk do të zgjaste shumë, e arsyet janë goxha interesante. Nuk mund të mbaj relacion me njeriu që nuk ta jep numrin e vet të celularit, nuk dua truproje si bashkëbisedues, kishte thënë Xhaferi për Hashim Thaqin. Pavarësisht raporteve jo dhe aq miqësore me udhëheqësit e luftës së Kosovës, Arben Xhaferi kishte vendosur që asesi të mos e ndiste shembullin e Ibrahim Rugovës, kur në malet e Tetovës dhe Kumanovës, disa shqiptar të uniformuar po sulmonin policinë dhe ushtrinë e Maqedonisë. Ibrahim Rugova nuk ishte pasur asnjë raport me krerët e UÇK-s,
duke insistuar në vizionin e tij për arritjen e pavarësisë me mjete paqësore. Të ndërpritet dhuna në Kosovë. Por, Arben Xhaferi, kur i doli situata prej kontrollit me fillimin e luftës së ushtrisë çlirimtare kombëtare, vendosi të bëjë të kundërtën e kryetarit të LDK-s. Nuk do të bie në situatën e Ibrahim Rugovës. Nuk mund të krijohet ndasi mes UÇK-s dhe meje, kishte thënë ai. Ali Ahmeti, udhëheqësi i UÇK-s, ka treguar për këtë dokumentar takimin e parë me Xhaferin. Unë para 2000-shit nuk e kam njohur zotin Arben Xhaferi, kam njohur në periudhën e vitit 2001, me rastin e fillimit të luftimeve të këtu në Maqedoni, dhe takimi im i parë me të ka qenë në Tiranë. Aso kohë zoti Meta ishte kryeministër i Shqipërisë dhe bëri një ftesë për një takim të përbashkët me partitë politike shqiptare që vepronin aso kohë në Maqedoni, Partinë Demokratike Shqiptare dhe Partinë për Prosperitet Demokratik dhe Partinë Kombëtare, me sa më kujtohet. Dhe ky takimi i parë u realizu në rezidencën e zotit Meta. Disa herë kam theksu, po pasi është një moment që ja vlen të rikujtohet, që ja vlen të ta dinë shqiptarët. Më thotë, me të vajtur, unë kalova ilegalisht kufit nga Tetova në Kosovë, nga Kosova në Shqipëri, dhe kur hy në rezidencë më pret Koçodonaj, njëri nga njerëzit e kabinetit të zotit Meta, dhe ulemi në korridorin, në hallin e rezidencës, dhe më thotë, këtu është zoti Xhaferi, është njëri i mirë, kaq ndëgjova nga zoti Koçodonaj, por e pasha e kishte një shqetësim dhe ma tepër më nxiti kujtesat, tragjedit e shqiptarëve, mosmarrveshjet e shqiptarëve në të kaluarën që kishte ndodhur në periudha të ndryshme të historisë, nga mosmarrveshjet që kanë patur personalitetet të ndryshme dhe ka pësu historia jonë, ka mësu lëvizjet tona, kombi ynë, ka edhe tërë kujtesa mu angazhua në këtë drejtim, nuk e di më andi që a ka thonë Koçodonaj, dhe në ato minuta ka dalë nga dhoma zoti Meta, thotë, qa u bot, pse nuk hynim brenda? Thash, jo, që tash po vim, hym brenda, përshëndetem me zotin Xhaferi dhe filloi i liri të bisedoj që ka nevojë që shqiptarët të kenë mirëkuptim mes vetit, të komunikojnë, të bashkëpunojnë. Ai tregon edhe një detaj shumë interesant të këtij takimi, që do ta determinonte komplet rrjedhjen e luftës dhe ngjarje tjera gjatë vitit 2001. Zotin Xhaferi e kam patur në krah, dhe i them, Xhaxhi, sepse ai në moshë shumë më i vjetër, them Xhaxhi, konsidero që afër teje e ki një vlla më të vogël dhe kjo ushtri që lufton andej është ushtria e shqiptarëve dhe sa është e imja është edhe e ytja. Dhe atëherë ka lëvizur nga vendi, tha, mos mi dynt malet.
Thash jo, kështu është. Atëherë Ilir Meta tha po pas ka nevojë dhe çka të biseduam ne këtu, dalim me ham darkë. Kështu kemi hongër një darkë aty, dhe kam kërkuar të takoj edhe zotin Ymer Ymer, ai ishte kthy nga kufiri, nuk e di për shkaqe teknike, ka qenë njëri shumë i mirë, edhe ai duhet të kujtohet dhe të respektohet nga shqiptarët si kryetari Prosperitetit. Dhe takimin me te tani realizova në pas kthimit nga Tirana në Prizren. Dhe që nga ato momente me zotin Xhaferi unë kam komunikuar jo një herë, po gjatë gjithë periudhës luftës kam komunikuar, kam lëvizur nga Tetova për arsye të rrethonave që ishte një front shumë i fortë këtu në malësitë të Tetovës, lëvizja në Prizren dhe pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, rregullisht zoti Xhaferi për të gjitha temat që diskutoheshin ka ardhur në Shipkovicë, thot gati për çdo javë, për çdo 10 ditë zoti Xhaferi, thot dhe ndjej konsiderat për të gjitha të punë dhe konsultime që ai bante, dhe asnjëherë nuk e kemi parë njëri tjetrin si kundërshtar, thot në shumë pika kemi patur pajtueshmëri të plot, jemi mirë kuptuar në të gjitha drejtimet. Rivali atëhershëm dhe i sotëm i Ali Ahmetit Mendo Thaçi ka tjetër mendim për vitin 2001. Po, është munduar shumë, sigurisht, kjo ka qenë edhe qëllimi kryesor i tij, po të njëjtën kohë shpeshherë për të tjerët ai ka pasur edhe qasje subjektive, se ka qenë kryetar në një partie të formalizuar. Unë mendoj se viti 2001 si viti konfliktit të çuditshëm, sipas meje që ndodhi dhe rezultatet apo jo rezultatet atij konflikti i shohim tash pas 16 viteve. Përfundimisht e prishjat orientim të zotit Xhaferi që nëpërmjet të politikave të shëndorsha, intelektuale dhe kombëtare mund të arrijmë deri te realizimi të drejtave tona. Por më lejoni, Maqedonia në esencë është edhe problem në vete. Atë që biseduam pak më parë, gjithë shtetet që u krijuan për ish Jugosllavisë përdorën aspektin etnik të zgjidhjes së problemeve. Maqedonia u la në dimenzionin e një eksperimenti se mund të funksionojë si shtet multietnik, dhe kjo nuk funksionon. Pastaj këto të tjerat janë pasoja, edhe për çfarë, edhe paraqitja e shumë grupimeve politike, të cilat nuk kanë të bëjnë me shqiptarët, për të prodhuara për të tjerëve. Dhe mendoj se kjo fazë do duheshte të rrëmbullaksohet me një qëndrim të përbashkët të shqiptarëve se në Maqedoni duhet zgjidhet aspekti etnik i drejtave juridiko-kushtetuese të shqiptarëve. Të tjerat dulën të pasuksesshme. Me Arbrin kemi bashkëpunuar në prezencë, do thoja, jo gjatë kohë, viti 98-99, por ishte viti më pjellor, do thoja, i partisë të cilën ai e udhëhiqte. Për më shumë më lejoni që të kujtoj krizën apo dhimbjen e madhe të shqiptarëve, dhe si rezultati dyndjes së madhe të popullatës të shqiptare nga Kosova, dyndjes së imponuar, domethënë, të shqiptarëve nga Kosova. Arbri atëherë luajti rolin krucial, do thoja, për mbajtjen e paqes në Maqedoni, jo vetëm Arbri, por edhe bashkëpunëtori i tij, Mendo Thaçi, por edhe gjithë partia e tij, do thoja, dhe këtë e them hapur, të gjitha resurset intelektuale dhe financiare të partisë u vunë në misionin e shenjtë për kujdesjen e vëllezërve tanë dhe motrave tona nga Kosova.
Gjatë kësaj kohe, 98-99, gjatë kësaj shkolle e time politike, gjatë këtij investimi kapital timit, nga Arbri unë kam mësuar shumë, takimet e tija të mëdha me figurat të njohura ndërkombëtare, ndërsa komunikimi im me Arbrin vazhdoi deri në momentet e fundit të thoja, sado që më duhet të them diçka fisar. Vitin e fundit Arbën Xhaferin, sado që unë kërkoja ta takoja, ishte shumë e vështirë që ta takoja dhe unë po e përdor një moment të intimës, së dhimbjes së tij për veten, apo në një moment më thot që nuk do të dëshiroja që të takohemi nga fakti se dua miqtë e mi të më mbajnë mend ashtu siç isha dikur. Arbën shumë vështirë gjeje të flet me tone të depresionit, do të thoja, por sipas të gjithë gjasave, sëmundja e kishte bërë të veten dhe domethënë stadi i zhvilluar i Parkinsonit, Arbrit nuk e lejonte ta ketë qetësinë dhe ëmbëlsinë që ai reflektonte tek fliste me miqtë dhe me njerëz. Uniteti i shqiptarëve të Maqedonisë kishte qenë një jashtëzakonisht i rëndësishëm, sidomos gjatë negociatave që rezultuan me atë që quhet Marrëveshja e Ohrit, dhe e cila akoma nuk është zbatuar plotësisht në praktikë. Jemi gati të vetmit politikan që kemi dalur në debat publik në televizion bashkë me zotin Xhaferi. Dallimet i kemi patur, por njerëzillëkun e kemi ruajt, substancën për çështjet madhore kemi ruajtur, do thot, as pak nuk kemi as ofendime dhe kërkush çdo kërkime që të bëj çdo analist i biografisë së zotit Xhaferi nuk mund të gjej një përplasje në mes të meje dhe zotit Xhaferi. Kam një kujtim shumë bukur të tij, dhe të vjen në një vizit këtu në BDI, sepse disa herë më ka vizituar, pavarësisht që kemi qenë subjekte të ndryshme, vjen këtu edhe më thot kam diçka për ty një dhuratë. Ju tham mirë, faleminderit shumë. Por a do ta vendosësh atë dhuratë në vendin ku do duket? Thash mirë, ta shohim njëherë dhuratën. Tha atij djalit që e shoqëronte Arben emrin, i thot Arben shko sjell me atë dhuratën, kur e pruri ai ishte një gyp i madh, kaq. E shpalosi atë gypin, ishte kalendari i vjetor i Partisë Demokratike Shqiptare me disa figura të historisë shqiptare. E them o xhaxhi, ku do ta vendosh? Tha këtu dua ta vendoj në ballë të zyrës tande. Thash këtu do ta vendosësh. E ngjiti në ballë të zyrës sime. Dhe kanë hyrë bashkëpunëtorët e mi thonë çao kjo punktu. Thash, kjo është e ka vendosur kryetari i PD-s, zoti Arben Xhaferi, dhe kalendarin e PD-s. Ka qëndruar një vit aty, vjen rastisht më bën intervistë gazetari i Faktit, Xhaxhai Ermira Mehmetit, se tash miku edhe emri, dhe e sheh kalendarin e PD-s. Dhe më pyet, çka është ky punkt? Kjo punë kështu, kjo histori e ka, nuk kemi ngarkesa Parti Shqiptare, është edhe kjo, këto janë figura personalitete shqiptare, Skënderbeu, Ismail Qemali, Naim Farashër, e kështu me radhë. Ne jemi tek bir, një millet, një popull, një gjuhë, një fe,
një histori të gjithë, edhe Struga, Prespa, Manastir, Teto, Gostivar, Kumanov, Australi, Amerikë, Evropë, ku jetojnë shqiptarët, se janë të bindur se ju atë ditë do të merrni hak për gjitha të këqija që o kanë bërë. Partia Demokratike Shqiptare, të cilën Arben Xhaferi i kishte drejtuar për vite të tëra, ka pësuar rënien në zgjedhjet e fundit. Në skenën politike të atjeshme, tashmë në parlament gjenden edhe njerëz që vënë fen para kombit. E madje, edhe kryetari i partisë së Xhaferit nuk ka hezituar që shpesh ta përmend zotin në fushat. Qëllimi jona, bismillah, 5-5 para Maqedonëve, du themi bollma me lepuj. Tash do t'i shihni shqiptarët e vërtet dhe kërkesat e vërteta. Arben Xhaferi kishte shkruar shumë dhe kishte polemizuar fuqishëm kundër këtyre ideve dhe rrymave. E di që me një dialog ka qenë një person i tretë i cili ka pyet njerë konkretisht për punën e fesë. Arbi ka qenë besimtar, ka besu Zotin, po nuk ka qenë praktikant. Mirë po, ka qenë shumë i moderum në kuptim fetar. Nuk ka qenë me të vërtet i moderum, edhe e ka pa fenë si diçka të mirë, si diçka pozitive. Jo. Mirë po, e cila që domosdoshmërisht duhet pasurohet si çdo institucion tjetër, ose si çdo lëmi tjetër. Pra nuk ka pas tendenca të ateizmit, ose diçka... Jo, ai ka qenë besimtar, ka besu Zotin. Por, cila është trashëgimia politike e Arben Xhaferit, ose a mund të flasim për filozofi të tij politike? Cila ka qenë filozofia politike e Arben Xhaferit? Mendoj se duhet të nisemi nga dy perspektiva. Perspektiva e parë është të shohim se cilat janë tekstet e tij, sepse Arbi ka qenë një nga politikanët e rrallë tek shqiptarët, i cili vazhdimisht i artikulon dhe jo vetëm gojarisht argumentet e tij, por edhe i shkruan ato. Arbi ka lënë pas një bagazh të madh të teksteve, të eseve, të studimeve të ndryshme të cilat kanë karakter politik, filozofik dhe historiografik. Nëse flasim se cila ka qenë filozofia e tij, ai ka qenë një mendimtar liberal, i cili besonte thellësisht në vlerat e demokracisë liberale, besonte se i vetmi vizion për shqiptarët është ndërtimi i shoqërive shqiptare, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, qoftë në Maqedoni, mbi bazën e parimeve dhe vlerave të demokracisë liberale. Do të thotë një demokraci kushtetuese, e cila njeh si parim fundamental dhe parim më të lartë shëndimin e ligjit, një demokraci e cila është rrënjosur në liritë dhe drejtat e njeriut. Do të thotë ai ka qenë një mendimtar liberal, një mendimtar i cili besonte në konceptin e shoqërisë së hapur, në shoqërisë liberale e kështu me radhë. Se shqiptarët janë definitivisht të përcaktuar për paqë, ata fitojnë shumë më tepër nga paqja se opsionet luftërake. Nga perspektiva e politikanit të angazhuar. Është interesant se Arben Xhaferi ka arrit me kriju një baraspeshje shumë interesante mes idealizmit të intelektualit dhe realizmit të politikanit. Do të thotë një baraspeshje që rëndom intelektualet nuk e arrit. Ai ka qenë një politikan i cili ka ditë kufit e realizmit politik, që do të thotë ai kur s'ka leju me rane pozicione machiavelliste. Do të thotë Arben Xhaferi është një politikan që ka besu në kuptimin moral të veprimit politik, i cili ka besu se veprimi politik gjithmonë ka kufi moral të cilët nuk duhet t'i kaloj. Dhe si intelektual, ai ka qenë po ashtu një njeri që
i ka ditë kufit e idealizmit. Dhe përmes kësaj a nuk ka ra në utopizëm të thatë, në utopizëm bosh, në utopizëm që nuk merr parasysh rrethanat. Do thotë, e ka gjetë një baraspesh shumë interesante mes këtyre dy prirë, mes asaj që e kërkon intelektuali dhe asaj që e kërkon politikani. Arbër Xhaferi është një intelektual i cili kur ka hyrë në politik nuk ka pushu si që një intelektual. Dhe është një politikan cili kur ka hyrë në politik nuk i ka harru vlerat e intelektualit. Do të thotë, kjo pika të përgjithshme mund të themi se është profili i tij në politikë. Nuk ka nevojë tash të bëjmë masi krahasime, kështu. Është një zëri veçantë në vetë Maqedoni, është, unë po them, dikush që në mënyrën më sistematike i ka analizu pozitën e shqiptarëve, mundësitë dhe ka dhënë zgjidhje afatgjate se si duhet të rregullohen raportet në Maqedoni, që ky shtet të jetë stabil. Edhe është njëri prej arkitektëve të marrëveshjes Ohrit, që edhe ajo është një lloj kompromisi, po megjithatë i ka vendosur bazamentet e asaj që ajo quhen vazhdimisht demokracia konsensuale. Domethënë, nuk mundën vetëm Maqedonës me vendos për rendin, për zhvillimin e Maqedonisë, po duhet të ketë një bashkëveprim edhe se zhvillimi i përbashkët. Gjatë socializmit, shqiptarët janë lënë domethënë në margjina, ose janë marrë me punë dytësore, nuk kanë ndi bile as shtetin si shtet të vetin, ose vetëm pjesërisht, ndonjë privilegj të vogël e kanë pas, ose po kryesisht po këtë nivel të artikulimit që e ka pas Arbeni, e ka impresionu edhe palën tjetër. E ka qenë ndoshta politikani që e kanë kundërshtu mas shumti, po edhe e kanë respektu nga ana tjetër, sepse ka ditë me i bindë edhe vetë Maqedonës, ose atë pjesën pak ma racionale ndërta, se ajo që flet, ose që vepron Arbeni, ka qenë them ashtu diçka që me të cilën Maqedonia patjetër duhet të ballafaqohet. Unë e di se ndonjëherë edhe si student, kur kem bisedu për këto çështje, thoshte se në Maqedoni shqiptarët duhet të luajnë një lojë pak më soft, në kuptimin, domethënë jo me shku me agresivitet, jo, në kuptimin se ka një defekt të krijimi i kombit Maqedonës, është një farë krijimi artificial, domethënë. Serbët e kanë pushtu atë pjesë të Maqedonisë të mos respektu marrëveshjen me bullgarët, edhe tash gjithmonë kanë qenë gjatë shekullit 20 një farë rivaliteti mes bullgarëve dhe serbëve. Arben Xhaferi, disa vite para se të vdiste, ishte tërhequr plotësisht nga politika. Në këtë kohë, ai jepte kryesisht intervistat e shumta, por nuk hezitonte edhe të përfshihej në debate të ndryshme. Vëllai i tij, Fatmiri, thot se gjatë kësaj kohe, Arbeni udhëtonte shpesh edhe për Prishtinë, qytetin ku kishte kaluar një pjesë shumë të rëndësishme të jetës së tij dhe ku jetonin një pjesë e familjes së tij. Pas tërheqjes së tij zyrtare nga politika, ai bënte një lëvizje, si zakonisht ditave të ejte ose të premten udhëtonte për në Prishtinë te familja e tij, ndërsa ditën e hanë ose të martën kthehej në Tetov.
nuk është e rëndësishme dhe emërtimi i rrugës, autostradës Arber Xhaferi, sepse atë rrugë ka bë gjithmonë, gati çdo javë. Mund t'ju tregoj disa detale, si zakonisht ditën e hënës së të martë e thirrnin për drekë ose për darkë. Kishte qef shumë sarmat me gjethet të hardhis, të rrushit. Dhe shoqja ime gjithmonë i përgatitte. Ato uleshim në një atmosferë të relaksume. Ai ishte njeri i cili asnjëherë nuk fliste për problemet e veta, nuk fliste për politikën ditore me mua ose me antarët e mi të familjes. Por gjithmonë gjenim tema të ndryshme nga arti, letërsia apo filmi, në cilët ishte shumë i perfeksionum, ishte njeri i cili e njifte artin, letërsinë, filmin e tjerë e tjerë. Me fëmijët e mi ka pas një relacion shumë të afërt. Në kohën e tij, do të them në atë kohë fëmijët e mi kanë qenë adoleshentë në gjimnas. Gjithmonë i provokonte me pyetje për mësimet e tyre dhe kërkonte përgjigje logjike që t'i japin. Ishte njeri i cili asnjëherë, në asnjë moment, nuk na lodhte me problemet e veta. Por ish njeri i cili gjithmonë kërkonte të merë barën e familjes apo të njerëzve të afërm të tij. Jo, Zoti Xhaferi ka qenë njeri shumë i fortë, me karakter shumë të fortë. Megjithatë, momentet e fundit sigurisht se shkaktonte një keqardhje nga ana ime, njeriu aq të fuqishëm si në aspektin intelektual, mendor dhe fizik. Po Zoti Xhaferi nuk ka qenë kur njeri që ankohet. Nuk ishe shansa ta kuptosh se në çfarë situate është. Më thënë, ndoshta nuk është me vend kjo që po e marr si metaforë paradoks. Unë pisha duhanin, ai se pike duhanin. Kur pisha duhan pike një 2 ditë ka 3-4 paketa cigare, mos në spinte duhan 5 muaj. Nuk ishte njeri i varshmërive emocionale apo i ankesave. Arben Xhaferi vdiq me 15 gusht 2012, disa ditë pasi kishte psuar një hemorragji cerebrale. Mendothaçi, bashkëpunëtori më i afërt i Xhaferit në politikë, vëllai i tij Fatmiri, miku Arben Kastrati dhe këshilltarja Adelina Marku kanë rrëfyer për këtë emision momentet e fundit të jetës së Arben Xhaferit. Unë atë verë kom qenë i smunë vetë kom pas një sulm, dhe në bas sulmit, në bas dalit për spitali, kom qenë strugë në rehabilitim. Arbi ka qenë vetë me njeri jo familjar që është kujdes për mu në atë ko, dhe i cili në vazhdimësi është marrë me smundjen time dhe me problemet e mija shëndetësore. Gjatë kohës e isha në strugë, ne kemi komuniku me telefon, edhe ditën që është ditën kur ka pësu sulm, ka qenë të komuniku me mu. E kam ala rruj porosi në telefon, ka qenë i porosi në cilën unë i thoja se mbeta ndërimtar, si film kryus, si kryus, edhe a i diku e ka pas formulu disi që ka të ketë që me qenë ndërimtarë, ose kështu disi e kam ndaj rruj, për ndaj rruj edhe këtë telefon. Thëtë pse është ketë që është ndërimtarë. është edhe në basë kësaj porosie, e i ka pësu sulm, është edhe data këtu, 0808, dhe më thonë.
ka qenë pas saj porosia i shkrova, nuk më kthej porosia. Edhe thash me siguri duhet jetë i zanon ose ka në i takim ose. Po e di që ishte në të topë, se bisedu me telefoni ditë para. Edhe nuk shfaqi asnjë shenjë të smundjes ose përkundrazi në komunikim ishte komunikim shumë i rregullt, shumë normal. Mandej mbas të më ndark diku më ka thirrë nana ime prej Prishtinë dhe më ka tregu që ka pësu sulm. Edhe komuniku më me Nysretin, edhe Nysreti ka qenë në dymë si ti, edhe kështu që mbas 5 dite ndërë jetë. Mirë për s'kom qenë asë më bërë. Kam shënuar bile dhe mesazhin të cilin e mbaj ende. Dhe shpresoj ne jemi dy miq, nuk do ta shpalos tani idenë, po jemi dy miq entuziastë të cilët mendojnë shumë me dashuri se si ti përmbledhim krijimtarinë e zotit Arben Xhaferi në një korpus librash, apo sepse një mendim i shpërndar, Arbi gjithmonë thoshte, një mendim i pa institucionalizuar është një mendim i shkuar kot. Dhe në atë libër do ta vendosim edhe komunikimin tim që e kam pasur fatkeqësisht të fundin me zotin Arben. Është komunikimi i fundit me zotin Arben dhe është në mbas një kolumne të tij, nuk mund ta saktësoj se cila kolumnë ishte ajo, pasi ai shpërthente vazhdimisht me krijimtari. Dhe e di që ashtu siç isha unë e apasionuar ndaj mendimit të tij, gjithmonë e lëvdëroja dhe ai më thoshte dhe ai më përgjigjet, Adelin, mos më shty të pëlqej veten aq shumë. Po arrite, atëherë nuk do ta hulumtoja për sosjen. Unë kam nevojë ta hulumtoj për sosjen. Dhe thoshte aty ku ka vetëdije për të metën dhe unë kam të metat e mia, nuk jam aq zot saq më shpreh ty, aty fshihen impulse për lidhje dhe për sisteme. Mbaj mend që kolumna duhet të ketë qenë me komparacionin që ai ja bënte zhvillimit perëndimor krahasuar me zhvillimin e botës lindore dhe e thot, ta përfundojmë këtë ditë me konstantimin se huj e mallkoi perëndimorin me afshin e krijimtarisë dhe shpikjes. Lindori është në gji ende dhe refuzon të rritet nga frika se mos e humb sigurina. Mos u frikso nga krijimtaria, ju jeni në një gjeneratë perëndimorësh dhe krijimtaria është ajo që unë e quaj lulja e së keqes. Vazhdo të jesh krijuese e kombit ton. Ky ishte komunikimi im i fundit me zotin Arber. Padyshim unë vazhdimisht e kujtoj me doza të mëdhaja nostalgjike, por edhe me doza shumë të mëdhaja të vetëmburjes, pasi jam ndër ata me të cilët ai ka komunikuar, por mos harron diçka visar. Arbi ishte një njeri shumë sociabil, ishte njeri që kishte shumë miq, ai dinte t'i mbaj miqtë, dinte të ndërtoj ura me miqtë, por dinte edhe miqtë të cilët e trastuan në kohra të rënda, dinte në mënyrë maestrale edhe t'i fsheh dhe t'i eliminojnë nga interesimi i tij. Më kujtohen shumë mirë ngjarjet. Takimin e fundit me te e kam pas me 2 gusht. Ai ishte kthyer nga Prishtina, ashtu si e thash edhe përpara, vjente disa ditë këtu e disa ditë në Prishtinë. Ndetëm te unë në banesë, ishte me shëndet të mirë,
nuk kish asnjë problem. Dhe ishte takimi i fundit i Joni me 7 gusht. Unë isha kujdestar në spital, më lajmërohet shoferi i tij, thotë që kemi pas një takim në ora 4 mesdite, por nuk më lajmërohet kryetari, ashtu e thirrke shoferi. Unë i bëna disa telefonata, po nuk më përgjigj. Pastaj ishim të detyruar të hapim me forcë derën dhe pam në gjendje të pavetëdijshme. Alarmuam, erdhi ndihma e shpejtë dhe urgjentisht e transportuam në Shkup. Bëm gjanat cilët duhet të bëhen, fotografimin kokës, KT dhe gjanat tjera dhe u konstatu se kishte një gjetderdhje të trurit. Pra që në moment shumë rëndë dhe i vështirë, më thonë, unë mora një informacion se Zoti Xhaferi nuk mund të komunikohet me telefon. Zoti Xhaferi ka pas gjetderdhje në trunë fund. Dhe kur jemi fut në shtëpinë e tij nëpërmjet një drejtare që në thym, ka qenë jo komunikativ. Dhe kjo do të ngel një ndër momentet më të dhimbshme të jetës time. Ati më kujtu se më kishin ngel shumë fjalë pa ja thanë. Të mira, vlerësuese, dhe sigurisht edhe falemnderuese. Pastaj ka kalu disa ditë dhe Zoti Xhaferi ndroi jetën. Nuk dua t'i kujtoj ato momente. Ato momente kanë qenë shumë të vështira. Shikues të nderuar, kemi ndjekur kështu pjesën e dytë dhe të fundit të dokumentarit Një mendje e bukur. Shihemi pas një jave. Natën e mirë.